Kandidati për deputet i LSI-s, Agron Çela, zhvilloi një takim me qëllim bamirës në familjen Bajrami në lagjen Xhabie, ku njoh me problemet dhe shqetësimet e kësaj familjeje. Kryefamiljarja Lumnia Bajrami, 64 vjeçe, tregoi se megjithëse pa njërin këmbë, nuk trajtohet me status invalidi. Njerëzit na presin mirë kur shkojmë në shtëpi, në përdyrë, i kërkojmë votën, dëgjojmë hallet e problemet që kanë, dëgjojmë të gjithë shqetësimet e tyre, i vlerësojmë, se s'bën të i respektojmë në të ardhmen, të kenë ofër këtyne familjeve në nevojë, të kenë ofër këtyne njerëzve që ne edhe në dojnë me shpirt, duke i premtuar edhe ne që do jena garanti për të ardhmen e tyre për një jetë më të mirë. Kryefamiljarja Bajrami thekson se familja e saj përbëhet nga 6 anëtar dhe kushtet për jetesë janë minimale. Bona 64 vjeçe, 2 vjet që kam punë komen, as një s'kam pa, as një partijist, përveç shtetet tonë, sofit tonë, jo prit zoti marrë ku vesh i komen. Si me noni për fukara e për njërë smur, jo bab zoti jetësh, net në gruen, fëmijën tonë qakin, se as kërkan s'kam pa të dire jemi tu, as për në tona ke buk, me jetima, as a dëni lache, as i së në botë. Mbështetja financiare ndaj personave në nevojë ka karakterizuar biznesmenin Çela që në periudhën e konsolidimit të bizneseve të tij.